Ka nisur puna për abilitimin e hidrovorit kryesor të qytetit të Vlorës, një investim i shumë pritur që synon të zgjidhë një nga problematikat më të rëndësishme të infrastrukturës së kullimit në qytet. Prej vitesh ky objekt është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët, veçanërisht gjatë periudhave merreshje intensive shiu, për shkak të mungesës së investimeve dhe amortizimit të plotë të pajisjeve ekzistuese. Hidrovori, i cili luan një rol jetik në largimin e ujrave të shiut nga zona e Vlorës, funksiononte me pompa të vendosura dekada më parë. Sipas të dhënave teknike, një pjesë e tyre kishin arritur një jetëgjatësi mesatare prej rreth 80 vitesh, duke shfaqur vazhdimisht defekte dhe duke ulur ndjeshëm eficiencën e sistemit. Kjo situatë ka bërë që gjatë viteve të fundit, qyteti të përballet shpesh me përmbytje dhe vështirësi në menaxhimin e ujrave. Pas një periudhe të gjatë pritjeje, ka nisur më në fund zbatimi i projektit të rihabilitimit, i cili parashikohet të zgjasë rreth 6 muaj. Vlera totale e investimit arrin në 157.346.502 lek, duke bërë atë një nga ndryrjet më të rëndësishme të realizuara në këtë sektor gjatë viteve të fundit. Projekti parashikon një sër ndërhyrjesh të rëndësishme infrastrukturore dhe teknike, mes tyre përfshihet rihabilitimi i godinës së hidrovorit, rikonstruksioni i ambienteve funksionale, thellimi i basenit grumbullues të ujrave dhe ndërhyrja në kanalin përkatës, i cili do të betonizohet për të rritur kapacitetin dhe sigurinë e funksionimit. Një tjetër element kyç i projektit është zvendësimi i pajisjeve të vjetra me pompa të reja moderne, të cilat janë porositur në Japoni dhe pritet të garantojnë standarde shumë të larta të punës dhe efikasitetit. Aktualisht punimet ka nisur me procesin e thellimit të basenit, që konsiderohet edhe faza e parë dhe një nga më të rëndësishmet e investimit. Kjo ndërhyrje do të mundësojë rritjen e kapacitetit të grumbullimit dhe largimit të ujrave, duke përmirësuar ndjeshëm funksionimin e gjithë sistemit. Sipas afateve të përcaktuara, pritet që punimet të përfundojnë brenda fundit të këtij viti. Përfundimi i projektit do të sjellë një transformim të rëndësishëm në menaxhimin e ujrave të shiut në qytetin bregdetar, duke reduktuar ndjeshëm rrezikun e përmbytjeve. Hidrovori kryesor i Vlorës konsiderohet një nga setet më të rëndësishme të infrastrukturës publike të qytetit, pasi përmes tij realizohet grumbullimi dhe shkarkimi i sasive të mëdha të ujrave të shiut. Funksionimi normal i tij është vendimtar për të garantuar sigurinë e zonave të banuara dhe për të shmangur situatat problematike që krijojnë gjatë motit të përkeqësuar. Qytetarët e Vlorës shpresojnë se ndërhyrje të tilla do të japin fund një herë mirë problemeve të vjetra që kanë sjellë shqetësime të vazhdueshme sa herë që ka patur rreshje shiu me intensitet. Me përfundimin e punimeve dhe vendosje në funksion të pajisjeve të reja, pritet që sistemi kullimit të ujrave të funksionojë në mënyrë më efikase, duke garantuar standarde më të larta edhe sigurie për qytetin dhe banorët e tij në drejtim të përmbytjeve.